shtojmë investimet, pa shtuar taksat, pa rënduar askënd për të krijuar të ardhura, pra faktikisht ne po bëjmë punët që na takojnë edhe njerëzit po na japin besim. I referojmë faktit që ju jeni shprehur në distancë në idesë që ndoshta parlamentit duhet shkojë drejt 100. Po kjo nuk ka lidhje me hapjen e sistemit politik, kjo ka lidhje me ju keni qenë gjithmonë partizani i dy partive. Po, unë jam partizani i dy partive dhe unë ju ftoj të shikoni se ç'a ndodh në përbot sot dhe ç'a ndodh në vendet e paqeverisshme dhe ç'a ndodh në vendet që qeverisen, qoftë edhe me koalicione, po koalicione të qëndrueshme. Ndërkohë që ideja se demokracia lulëzon kur ka 100 parti është një ide absolutisht infantile dhe që nuk është e bazuar në asnjë lloj prove të realitetit, sepse lulëzimi i demokracisë do të thotë lulëzimi i jetës institucionale dhe jeta institucionale ndërtohet me reforma dhe reforma duan mbështetje politike dhe mbështetja politike buron nga fuqia që ke për të ekzekutuar vullnetin në funksion të reformave. Nuk bëhen reforma me 100 parti, nuk i ka bërë ndonjëri ndonjëherë që t'i bëjmë ne dhe s'kemi fare pse hymë asaj rruge. Po vetëm në kushtet aktuale që flas, ju keni drejt në teori, po në praktik sot kemi një mazhorancë e cila nuk lëviz, është solide pavarësisht se ç'a ndodh. Jo, pse pavarësisht se ç'a ndodh, se kjo diskutojmë, të diskutohet, pse pavarësisht se ç'a ndodh. Ndërkohë keni një opozitë e cila vetëm opozitë nuk është për momentin, nuk ofron asnjë lloj alternative përballi jush. Po. Dhe një alternativë do të ishte temi oponenca, do të ishte mirë dhe për ju. Po patjetër do ishte mirë, nuk e kemi. Ngushëllimet tona për ata edhe ngushëllojmë veten sa të mundemi duke përpjekur që të bëjmë më mirë dhe duke u bërë dhe opozite vetvetes në shumë raste. Kjo është ajo që kemi në këtë moment, por nëse Shqipëria sot është në momentin e vetë më të mirë të gjithë këtyre viteve, kjo natyrisht lidhet me faktin që Shqipëria sot qeveriset më mirë se që qeverisur ndonjëherë dhe kjo lidhet me faktin që qeveria ka kapacitet politik në kuptimin e mbështetjes që buron nga besimi i njerëzve dhe nga numrat që kanë në parlament. Kur ju referohet opozitës që i bëni vetvetes, sot në një nga televizionet e Tiranës ju kanë nxjerrë një video kur ju ishit shumë i ashpër me dikë në telefon. Besoj ju kanë njoftuar. Në hotelin ku keni ndenjur dikujt që i stoni telefon, je kryetar apo je bashkëkryetar, diçka e tillë, nuk e di me kë keni folur në telefon. Por është një video që kanë nxjerrë në televizion. Unë flas telefon gjatë gjithë kohës me shumë njerëz, i ka përzej dhe këto shkallët zbres edhe deri poshtë ku ka bashkëkryetar organizatash për arsye të caktuara, edhe se di nuk Nuk ju kujtohet? Jo, më kujtohet që kanë folur, po nuk di çfarë kanë parë, çfarë kanë nxjerrë, Mirë, do shkojmë një ndërprerje shumë shkurtë publicitare, do kthehemi me kryeministrin për të folur pikërisht për atë klimën e Tiranës, që është pak më e ftohtë se sa dielli këtu në Rom. Rikthehemi pas pak.